Elhamdulillah, me emrin e Allahut të mëshiruesit, mëshirëbërësit. Tregon, thot, babai i tij kishte ndëruar jetë ndërkohë që kishte fëmijë i vogël. Nëna e tij fillon të përkujdesej për të. Thot, u rrita, fillova shkollën, normal gjendja financiare thot filloi të përkeqësohej, por nëna e tij krahas kujdesit që tregonte për të, mbikëqyrjen ndaj tij, filloi edhe të punonte. Kujdesej për një shtëpi. U bë kujdestarja e një shtëpie, e kështu me ato të ardhura kujdesej thot edhe për mua. Derisa thot kur përfundova studimet në vendin tim, mu dha mundësia të studioja jashtë shtetit. Nana, kur më përcolli, më tha, thot, djali im, kur mos më harron, vazhdimisht më mbaj në kontakt, pra çfarë bën, çfarë vepron. Kishte merak për të, ashtu si çdo nën për fëmijën e saj. Kur shkova, thot, jashtë shtetit, atje fillova studimet, dhe krahas studimeve, thot, unë ndikova shumë me disa vese të këqija. E harrova pas, thot, e lash pas traditën tonë, dhe mshurim për nënën, dashurim për nënën. Ndryshoi krejt, thot, ajo sjellja ime, nga një njeri që isha tepër i lidhur me nënën time. Thot, ndryshova krejtësisht. E përfundova, thot, shkollën, i përfundova studimet, e kur erdha, thot, tashmë çdo gjë e shikoja më ndryshe. Fenë, me cilën isha arritur, e shikoja më ndryshe. Çdo gjë para meje, pra, kishte hyrë ai materializmi. Çdo gjë para, famë, pushtet. Më mundsua, thot, që kisha pra të merre një post të rëndësishëm. Dhe më pas fillova të mendoja, thot, për martesën. Të krijoja edhe unë një familje. Nana kishte parë një vajzë e cila ishte fetare, e sjellshme, me moral, pra nuk kishte të çarë. Por unë, thot, tashmë kisha ndryshuar mendim. Dhe doja, thot, pra shikoja që partnerja ime, që do të kaloja me të jetën time, kishte atë mendjen time, pra çdo gjë materializëm. Dhe me të vërtetë, thot, e gjeta një të tillë që ishte e dhënë mas pasurisë, famës dhe pushtetit. U martova me të, thot, dhe në shtëpinë tonë, ditët e para, ishim pra bukur, derisa, thot, filloi kjo bashkëshortja të më nxiste kundër nënës time. Vazhdimisht. Dhe një ditë kur kthehem në shtëpi, e gjej bashkëshorten duke qarë dhe më kthehet me plot pra irritim, thot, në këtë shtëpi, o unë ose nëna jote. Dhe në momente sipër, thot, i thash nënës bëj gati rrobat dhe nxora jashtë, thot, nënën time. Thot, nuk zgjati shumë, dola nga shtëpia për të parë se ku është nëna, por nuk e gjeta. Kur u ktheva në shtëpi, thot, bashkëshortja me ato lajkat e saj, thot, më bëri të harroj. Dhe vazhduam, thot, jetën kështu. Nuk u interesova, thot, më për nënën time. Nuk kaluan shumë, thot, u sprovova me një sëmundje. Dhe përfundova pra sëmundje tepër të rëndë. Dhe përfundova, thot, në spital. Ndërkohë, bashkëshortja ishte aty, kujdesej. Vjen nëna, thot, më vizitoi. E merr vesh bashkëshortja ime, i del, thot, dhe e përzoi, thot, nuk ke djalë këtu. E me fjalët e saj, pra do të na lësh rahat, të shohim jetën tonë e më radhë, e përzen nëna, thot. Ndërkohë, gjendja ime, thot, ishte tepër e rëndë. Zgjati një farë kohe mjekimi. E kur dola prej spitalit, thot, tashmë e kisha humbur, thot, vendin e punës. Pasuria ishte harxhuar. Nuk e kisha më atë pozitën që kisha në mesin e njerëzve. E bashkëshortja, kur pa këtë gjendje që kisha përfunduar unë, një ditë, thot, mu drejtua dhe tha,
ti tashmë nuk ke as post, as pozit dhe as pasuri. Prandaj kërkoj ndarjen prej teje. Dhe unë thot, në atë moment, thot sikur mrapra për qielli për mbi kokë, dhe më kujtua nëna ime, e cila ishte rritur, më kishte edukuar, ishte treguar e mëshirshme për mu, dhe thot nisa të kërkoj për të, e kur e gjeta thot ishte një skaj, pra shenjat e lotëve ishin fytyrën e saj, thot dhe ushqehej me atë çfarë i jepnin njerëzit. Aty thot shkova dhe u takova me nanën time, duke qarë i shpreha të pendesën, derisa thot e mora nanën time për krahësh, shkova në shtëpinë tonë dhe sot thot mundohem që ta shlyej atë gabimin që kam bërë ndaj nanës time, vlla dhe motër. Allah i lartësuar na urdhëron në Kur'an që të sillemi mirë me prindrit tanë. Zoti i gjithësisë urdhëron në Kur'an që mbas adhurimit të tij sjelljen e mirë me prindrit. Kushdo qoftë ai njeri që ke pranë, mos lejo kurrë që të ndikojë të sillesh keq me nanën. Profeti alayhis salam porosit për sjelljen me nanën. Xheneti është në këmbët e nanës. Prandaj sillu mirë me prindrit e tu dhe lutë Allahun e lartësuar që të bëj prej atyre që e arrin, pra e marrin kënaqësinë, hallashtinë e prindërve, sepse kënaqësia e Zotit është në kënaqësinë e prindërve.